lista serbe u certifiku. Dhe çfarë fitimi patëm këtu? Kur ju veç e vërtum listën serbe. Dhe kjo që po bën me këtë patriotizmin folklorik, që po bën me këtë patriotizmin e LVV-s, adim kjo po më duket një farë patriotizmi si kur i ashkalive, i rëmve, që si farë pjelasi. Se një me i ke thonë, edhe Dimal Boshi si ke thonë ashkali. Jo, nuk i kumë thonë, në Dimal Boshi të ka thonë veti, sepse ai ka përmen gratë e fërumit e të grusë të LDK, që se ka po sasi drejtë. S'ka fjallë. Nuk ka po sasi drejtë, asë një tjetër nuk e ka të drejten, me i përmen gratë e fërumit e nërë, ose fërumit grusë, vajzat e fërumit e nërë, ose fërumit grusë të lidhë tematike. Ato janë nona tona, ato janë bia tona, ato janë vajzat që mësojnë, që janë doktor shkencë dhe nuk e ka të drejten kërkush më që me morë shambuj politik dhe me ofendu femnat e një partijet. Plësisht ki drejt. Nuk e ka të drejt, prandaj e kom thonë dhe për thëmë edhe prapë, se cili që më ndohet me ofendu dikan, kom e balavaqume mu. Sepse unë aty e kom një vojzë, dhe atë vojzën ta me mbroj me këtë mjetët që i kom. Pra, e vërtet. Duhet, ja ki bolës. Jo, është fëmija jam, është vërtyti jam. Ajo që e lone pas janë fëmija mi. Dhe ju e dini që unë i kom 5.000. Për ne i kemë edhe 30 tjerë që i kemë me vllazën. Dhe asë një si një kërkush minë mi, po s'bo mariguna që e kemë shti politikë, ka të si një tjetë. Këtë jenë me master, kemë me doktor shkencë. Të dhe lindin son të kena e përshëndesim me Eduard të Ligjë. Nësa kom, në këthejmi tek komunikata, si fillu në cerimet e tua me shtabin e përgjithshëm? Po kjo spjegu shumë herë, shumë fish. Pane dhe për s'ka lidhe, te une se kena spjegu. Me përmen prapë, kjo gati ma është konsumu. Po si do që tjetë, komunikata 59 ka qenë, është shkru me atëherë mëtë, një titull, e ka shkru Bajrush Monina. Komunikata 59 do tjetë mollë shere për Kosovën dhe Drenicën. Në vitin 1999. Dhe është në gazetën shqiptare si titull ka qenë atëherë. Dhe aja komunikat edhe tash mas 26 djetë, prapë është mollë shere. Sepse ta thush një të pavërtet për dikan dhe ta ofendosht me atë formën që e kanë bo ata e kom vrasje për mu. Ta kanë bo thirje për vrasje. Dhe gjithë atyne që e u ka shkru një komunikat nuk janë ma. Unë ka dhe më fati ka delë që unë jam gjallë. Sepse është përvu me mbra, mi kanë vra dëshu. Si pasoj e komunikatës, është përvu me mbra, mi kanë vra dëshu. E para, e dyta, mu ma herët mu ka plagu vlau. Para komunikatë 2 muj. E sati? E sati vlau janë që ka qenë tërpër presidentit 2 muj para komunikatë është plagu. Dhe me thonë me 19 i 10 i 8 1998 është plagu në shatin e shtanë. Dhe një Avni Huna, e Sat Kopriva, Agim Ramadani i Prekazit, e nërë dhe më kanë tregu që e është plagu vlau. Më ka plagu vlau, në kom majtë 2 mujtë ditë vlau në temë shpinë, me 2 kom plagu nga kush nga dhe hajna, nga dhe faqezi, që se kanë ditë as vetën, baba i vetë si kalon mrena. Kja ku ajtë problemi që kanë fillu ata, unë se kanë fillu problemin. Mu ma kanë plagu vlau, 2 mujë pra se me ndodhë rasti i Abedin Rezës, që të thujnë. Dhe tash, unë si kam para prija soj punë. Para Abedin Rezës? Para, dhe më thonë, 2 mujë, është 19 i 8, me 8 i 10, janë nësove, janë një mujë i 10. Do ofër 2 mujë? Ofër 2 mujë. Dhe më thonë, mu ka plagu vlave soti, edhe 19 i ka posë. Me pushku kon, luftu kon. E si ka bo kërkuj kur gjë, ka ndosht me arrestu. Mishtin bërë, për që ka bojnë që Mishtin bërë? Në të burdet e famshme, të hojnave që i moshin, e me kanë posë një farë pëdrume, një farë të fikhaja, e kanë mojtë Sedi Kosën atë 15 ditë pa i bo gjohë.